Për ty mashkull, që je vazhdimi i paraardhësve, i babait, i gjyshit, i stërgjyshit dhe shumë paraardhës të gjinisë mashkullore. Qëndro në vendin e mashkullit, por jo me agresivitet, jo me keqtrajtim, jo të mundoheni të bëni gratë, të mërzitni, të tratoni dhe të shfrytëzoni. Në partneritet jemi që të dyja gjinit të barabarta. Vetëm atëre një familje do jetë e lumtur. Akoma dhe fëmijët që kemi pranë, duke respektuar njëri tjetrin, duke pushuar të dy së bashku, duke i bërë punët në shtëpi të dy së bashku, duke respektuar njëri tjetrin, jo të shfrytëzojmë dhe jo të tratojmë. Erdhi dita që ne të hapim zemrën dhe të bëhemi ura e shërimit, jo e trashëgimit të gjithave këtyre modeleve të vjetra që kanë qenë. Ne jetojmë në 2025 dhe të bëj thirrje si një grua ka si një mashkulli. E di shumë mirë që nuk e faj, as ti, as ne gratë, por të bëj thirrje të hapësh zemrën dhe të flasësh si ndihesh. Je akoma më shumë burrë kur nuk thërret, por respekton një grua. Je pranë saj kur ajo dhem, je pranë saj kur ajo kërkon ndihmë dhe mbështetje. Lejoje gruan që ke në krah të hapi dhe ajo zemrën, të ndjej dashuri, sepse dhe ajo s'ndjej as nga babai i saj, as nga tërë gjinia mashkullore, dhe ka mbajtur mbledh, urrejtje, inat, dhe asnjërs palë nuk në leverdis të jemi në këtë gjendje. Asnjë nuk mund të shpëtoj asnjë dhe ti gruan dhe gruaja ty. Shikojni gratë si partnere, jo si nënat tuaja, vetëm për gatime, për shërbim. Shikojni si të barabarta, që të fillojmë njerëzimi, të vijë harmonia, ekuilibri, shëndeti, dashuria. Vetëm dashuria e vërtet është shërimi i çdo gjëje. Le të bëjmë ndryshimin. Ju dua shumë, ju falenderoj dhe di shumë mirë që në zemrën tuaj ka fole ajo dashuria e vërtet. Le të fillojmë të gjithë së bashku nga pak të arrijmë atje ku duhet të arrijmë.